me kushtetut hapini rrugën rekrutimit të juristëve të shquar që ka plot ky vend, po që janë edhe jashtë, edhe vend punojnë dhe kamarierë, se nuk u hapin vendin këtu neve, edhe të vinë të bëhen gjyqtar dhe prokuror, edhe të shtohet numri i tyre, me qëllim që drejtësinë të paktën ta çojmë atje në atë nivel ku duam të vemi dhe vetë. Nuk vemi kur në kur s'dot në Bashkimin Evropian me një sistem gjyqësor të tillë që mbahemi vetëm me 4-5 arrestime që ka bërë Spaku, kurse sistemi në përgjithësi dhe gjyqësori në përgjithësi për të dhënë drejtësi në këtë vend është i falimentuar, ka rënë, duam të pranojmë ka rënë, se dikur s'merr dot drejtësi brenda një viti, maksimalja brenda 2 vjetëve në gjitha shkallët e gjykimit, por këtë drejtësi e merr pas 13 minimumi 14 vjetëve, kjo do të thotë që ka marrë fund të është i falimentuar. Tani këtë e shikoni avokat si mungesë të vullnetit edhe nga trupa veta, po fokusin kryesor dhe ndikimet madhe ka politika? Politika e ka, sepse politika nga ajo që e ka patur shumë të vështirë të bëjë një legjislacion i cili tjetë dobiprurës në të mirë të Shqipërisë edhe shqiptarve, edhe me që nuk e arrinte dot një jetë tillë, por i duaj çdo mosdo që të bënte kompromise njëra forcë politike me tjetrën, i kanë zgjidhur këto probleme me marrëveshje. Domethënë, e bëjmë kështu sepse unë t'i jap votat, po e bëjmë kështu. Në të kundërtën, po e bëjmë si është e mira, unë s'ti jap votat. Edhe përjedhoj lësho pe atje ku nuk lëshohet, dhe të dyja palët duan që ta mbajnë peng drejtësinë, ta mbajnë peng edhe për interesat e veta, sepse realisht drejtësia në këtë vend mbi të gjitha duhet të jetë për popullin, po që tjetë për popullin, tjetë për publikun, domosdo ti ata që nuk janë shërbëtor të interesit publik, ata do t'i godasësh dhe ata do goditen, se ata i bëjnë poshtërsit, ata i bëjnë korupcionin, ata i bëjnë vjedhjet, ata ti paksojnë pasurit në këtë vend, ata bëjnë shkak me ligjet e tyre që ti të futesh në konflikt të përjetshëm për pronat, edhe një pronë kanë 3 pronar, edhe pastaja njeri thotë e ka me 7501, tjetri thotë e ka me privatizimin, tjetri thot e kam se kam qenë vetë aty unë, kam punuar në atë pronë më takon mua. Ai që është kryesori dhe që duhet jetë e tia pronari i ligjshëm, po ai del thot ish pronari, në një kohë që duhet jetë de facto pronar, edhe në situata të tilla politikës, domethënë politika i mban njerëzit në konflikt të përhershëm, edhe çan në këtë drejtim e bën më lehtë korrupsionin, e bën më lehtë atë paligjshmërinë, edhe përjedhoi ecën, domethënë vendin siç ka ecur deri më sot, që vetëm për pronat, domethënë për pronat, reale për pronat, rreth 3000 veta janë vrarë vetëm nga konflikti që ka lënë politika dhe legjislacioni i çafterra që kemi ne në këtë Vion ende të jetë problematika e njëjtë pra nga kjo periudhë kohore, jo e mbartur më herët. Është si problematik të çështjen e pronave që sikurse edhe ju e theksuat një apartament apo një hyrje, një pronë del me 2-3 pronar në thelb? Po vazhdojnë këto gjyqje, ne me këto po vazhdojmë akoma. Na vitin 92 e këtej, domethënë ne kemi gjyqje të pambyllura, rreth 50% e gjyqjeve e konflikteve të pronësisë që janë në duart e gjykatave, na gjykata e shkallës parë, administrative, civile, edhe deri në gjykatën e lartë, në kolegjin administrative dhe civil gjykatës lartë, janë për probleme pronësie që fillesën e tyre e ka në vitin 92, 93 e tjera me radhë, dhe nuk po i zgjidhim dot, përkundërzi ato shtojnë njëra tjetër. Kjo është, domethënë, është tragjedi në kuptimin e vërtet të fjalës. Po, avokat, një tjetër shtyrje të gjyqit, dosja Partizani me një kalvar që vijon. Kur do të jetë fundi, çfarë po ndodh, ka kjo sërish edhe nocioni politik në vetvete që çdo gjë zvarritet edhe kur bëhet fjalë për dosje të mëdha? Problemi këtu është që nuk po përgjegjësohen, edhe s'ka si të përgjegjësohen, sepse në fakt duhet ta pranoj me dhimbje që ne pjesën ndërmuese të sistemit drejtësisë në vend, posaçërisht organin e akuzës, por edhe gjyqësorin e Shqipërisë e kemi të kapur. E kemi të kapur nga politika, po nga politika e pistë shqiptare.
mjaft prokuror dhe gjyqtar,